është mirë, unë mendoj që ata veç me këtë e kanë fitu edhe Evropën, pasi po të kishte me qenë diçka më e madhe që edhe ka mund tjetë, atëherë nuk do të kishim gëzu asnjë e jo vetëm klubi i Gjilanit, po mendoj që Gjilani ka pas shumë oscilime në ekip, që në lojë pa ashtu dhe rezultate, po gjithsesi kanë arrit më konsolidu edhe ka fundi kemi pa një Gjilan që ka luftu edhe për Evropë, edhe kjo më së miri po tregon të tabela. Pra deri në gjirën e fundit akoma ka shpresë. Kjo tregon që një Gjilan me të vërtetë është rikthy mirë, edhe e kemi pa një Gjilan shumë të fortë. Unë po besoj që Gjilani duhet edhe më shumë të punoj, si stafi po ashtu edhe kryesia, cilën lojtarë ndoshta edhe më cilësor edhe të vazhdojnë rrugtimin e tyre, pasi edhe ata kanë një kryesi të jashtëzakonshme. Sa i përket lojës, mendoj që loja është zhvilluar në mesfush, ka pas raste ndyanshme, e tha dhe trajneri shumë mirë se drita nuk e ka pas ndoshta qëllim apo motive shumë të lartë, edhe pse gjithmonë ky derbi me të vërtetë sjell kënaqësi edhe ka adrenalinë të madhe tek lojtarët, po ndoshta ka qenë pak më i zbet, tu e di që veç drita ka qenë e shpallur kampion. Nuk ka pas Pra Gjilani ka luftu më shumë, ka dashur më shumë pasi e ka ndjek Evropën, ka dashur më qenë më afër që të jetë pjesë e Evropës, po gjithsesi nuk ka arrit, po mendoj që për Gjilanin është me këta lojtar, mendoj që është kogja suksesshme ky pozicion ku është për momentin. Ndoshta aspiratat kanë qenë shumë më të mëdha. Me çit investim që ka bëu Gjilani? Aspiratat veç kështu e thonë edhe këto, se di çfarë dashte me pyet. Aspiratat kanë qenë shumë, ndoshta edhe veni i parë edhe veni i dytë, po unë mendoj me këtë kontingjent lojtarëve, mendoj që ky pozicion ku është super mirë. Është real? Ka pas lojtar shumë cilësor. Unë mendoj që Gjilani është dështim. Shqiptare loja e Gjilanit asnjëherë nuk ta ka mbush mendet që ti mundesh me këtë ekip me dalë në Evropë. Domethënë nuk ka problemi vetëm te lojtarët me pas, po me gjetë komponimin, me gjetë kombinime të duhura, tandeme të duhura, me gjetë lojtarë që përshtaten, e kjo unë nuk e kam po thuajse asnjë. S'po flas për lojtarë, unë po them amnive çfarë përmenda. I përmenda elementet që e bëjnë një ekip shumë të fortë. Nuk është maksimumi i Gjilanit. Individualisht nuk fitohet asnjë minimumi i Gjilanit. Individualisht vetë fitohet në boks. Po mirë, unë mendoj që minimumi i Gjilanit është që Gjilani ka gjitha këto, sa përket cilësisë. Edhe në pajtona për cilësi. Po gjithsesi unë asnjëherë nuk më arrit me pa një Gjilan, ndoshta për heq një ndeshje kur e ka luftuar me Prishtinën. Edhe pse nuk mund ta njem këtë Prishtinë si Prishtinën që duhet jep Prishtina, po gjithsesi në ndeshje shumë mirë e ka lu, edhe ka qenë kogja dominante në stadium jashtë, do të thotë në Prishtinë. Përndryshe, asnjë ndeshje nuk ka qenë diçka jashtëzakonshme me Gjilanit, që mund të tregoj që këta gjuna që ose më thonë analistat, që gjuna që këta nuk janë në Evropë ose nuk po shkojnë në Evropë. Pra, defektet janë shumë të mëdha, ndoshta edhe prej trajnerit që nuk ka arrit me komponuar ekipën, me kombinu me gjetë lojtarë adekuat në